Zhvillimi pa parë brenda Big Brother VIP Albania. Stine ka kërkuar zyrtarisht të dalë nga loja, duke ju drejtuar drejt për drejt vëllait të madh, ndërsa pak minuta më vonë Ledion Liço e konfirmoi live largimin e tij nga shtëpia. Ky moment tronditi banorët dhe publikun, pasi vendimi erdhi pa paralajmërim në kulmin e lojës dhe tensioneve brenda shtëpisë. Heshtje, shok dhe paqartësi, askush nuk e priste këtë dalje kaq të menjëhershme. Por pse doli Stine? Arsye enigmatike. Edhe pse arsyeja zyrtare nuk është bërë ende publike, në rrjet dhe mes ndjekësve po qarkullojnë disa hipoteza të forta. Presion psikologjik i lartë, izolimi, dinamika e fortë dhe konfliktet e brendshme mund ta kenë çuar në një pikë thyerjeje. Pa kënaqësi me rrjedhën e lojës, dyshohet se Stine ndjente se loja po shkonte në një drejtim që nuk e përfaqësonte. Një arsye personale jashtë shtëpisë, mundësi që një situatë urgjente jashtë MVAS të ketë ndikuar në vendimin e tij. Mospërshtatje me formatin, një ndjenjë e vazhdueshme se nuk është vendi i tij. Produksioni dhe Ledioni nuk dhanë detaje shtesë, duke e bërë largimin edhe më misterioz dhe duke shtuar dyshimet mes fansave. Reagimet kanë shpërthyer në rrjet. Nuk ishte i përgatitur mendërisht. Diçka serioze ka ndodhur. Dalja më e papritur e këtij sezoni. Një gjë është e sigurt. Dalja e Stines ndryshon balancat e lojës dhe lër pas shumë pikë pyetje që pritet të marrin përgjigje në orët në vijim.